Drejtoria e rajonit Qendërlindje po kryen punime mirëmbajtje në akset nacionale që kanë mbikëqyrje. Puna po vijon me pastrimin e bimësisë përgjatë aksit Korçë-Dardhë, si dhe në pastrimin e degëve në pemë dekorative përgjatë këtij aksi. Po punohet përgjatë akseve rrugore në pjesët anësore të rrugës, kryesisht në prerjen, pastrimin dhe largimin e vegetacionit të rritur, fera, shkure, bimësi të ndryshme. Proces pune që përmirëson anën estetike dhe funksionale të rrugës. Kryesisht jemi përqendruar në zonën e kanaleve dhe sidomos në pjesët e kthesave të rrugës. Aktualisht janë në punë një grup prej rreth 15 punëtorësh të shpërndara në disa vende përgjatë akseve rrugore, kryesisht në akset rrugore që kemi ne kryesore nacionale turistike. Zhamo shton se me përfundimin e sezonit dimror do të bëhen dhe kontrolle për të parë gjendjen e rrugëve pas dimrit e nëse është e nevojshme të ndërhyet. Fillon me procesin e inspektimit dhe gjendjes të akseve rrugore, dëmtimeve që kanë pësuar këto akse rrugore mbas periudhës dimërore. Inspektime kryen kryesisht në pjesën kaluese të rrugës, në dëmtime në pjesën asfaltuar, në sinjalistikën rrugore dhe elemente mbrojtëse si gardriela. Bazuar në këto inspektime, hartohen projektet dhe planet mujore të punës, të cilat fillojnë zbatimin e tyre në muajt e verës. Paralelisht, kjo drejtori po punon dhe për pastrimin e territorit përreth akseve rrugore, nga mbetjet e depozituara në natyrë nga drejtuesit e mjeteve, dhe ndaj tyre vjen dhe një apel që të tregojnë të kujdesshëm dhe të mbrojnë mjedisin.